Jemi rikthyer, Shtetet e Bashkuara kanë mirëpritur bashkëpunimin me Kosovën për pranimin e shtetasve të vendeve të treta të dëbuar nga territori amerikan. Të njëjtën, një zëdhënës i Departamentit Amerikan të Shtetit ka deklaruar se SBA-ja i është mirënjohëse partnerit ton Kosovës për pranimin e shtetasve të vendeve të treta të dëbuara nga Shtetet e Bashkuara. E mirëpresim bashkëpunimin për këtë përparësi kyçe të administratës Trump. Zëdhënësi nuk pranoi të përgjigjej në pyetjen specifike se pse u zgjodh Kosova, cilat kritere po përdoren për përzgjedhjen e migrantëve apo nëse Kosova do të marrë mbështetje ose stimuj në këmbim të pjesëmarrjes në këtë marrëveshje. Departamenti i Shtetit i referoi pyetjet e mëtejshme qeverisë së Kosovës. Qeveria në detyrë e Kosovës njoftoi të mërkurën se ka vendosur që të ofrojë mbrojtje të përkohshme për 50 persona nga shtetet e treta në kuadër të bashkëpunimit me Shtetet e Bashkuara. Personat subjekt të këtij vendimi gjatë kohës së qëndrimit në Republikën e Kosovës do të veprojnë në përputhje me legjislacionin në fuqi dhe do të gëzojnë të drejtat e përcaktuara me legjislacion në fuqi, njoftoi ekzekutivi në detyrë pasi mbajti një mbledhje elektronike më 11 qershor. Kryeministri në detyrë i Kosovës, Albin Kurti, tha se qëndrimi i deri 50 personave në vend, të cilët më pas do të kthehen në vendet e tyre të origjinës, do të menaxhohet dhe koordinohet nga Ministria e Punëve të Brendshme.